Faleminderit Adriana, ne do të jemi sigurisht edhe në vazhdim në ambientet e Koavizionit. E tani të nderuar miq, unë të ka dhënë në fillim të emisionit se do të flasim për pagjumësinë dhe ndikimin që ka ajo me theks të veçantë në metabolizmin ton. Për të diskutuar për këtë temë kam ftuar në studio Dafina Demollin, nutricioniste. Dafina, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Me kënaqësi. Fillimisht Dafina, a ke flet vetë mjaftueshëm? Gjithsesi, spaku shtator. Spaku shtator që është më pakta që edhe do i bisedojmë se 7, edhe më pak se 7 që kanë paraqet probleme, po. Po sa është i rëndësishëm një gjumi, madje një gjum i mirë, i rehatshëm në metabolizmin tonë, duke qenë se do të fokusohemi sot, duke qenë se ju jeni nutricioniste, më shumë tek metabolizmi. Sa është kjo gjë me rëndësi? Po besoj që gjithkush prej neve kemi ndëgjuar ndonjë shok ose shoqe ose ndonjë familjar që është mbi peshë, edhe si pasojë mbi peshës nuk është vetëm se ushqimi, po është edhe gjumi. Ndoshta edhe ne nutricionistët tek ata pyetësorë që kemi edhe pyetjen a bëjnë edhe gjumin mirë, ku tek kjo pyetje përgjigjja atyre nëse krejt ushqimi është mirë, nëse fakt nuk është edhe krejt i shëndetshëm, po nuk është deri në atë pikë që ata shtojnë për shembull 10 ose 15 kg ose janë mbi peshë. Kur flasim për gjumin, atëherë tek ata e kuptojmë që nuk kanë pasur një gjumë të mirë. Tash për me kuptu gjithë se cila është rëndësia e saj për sidomos në metabolizmin ton i një gjumi të mirë, atëherë mund të flasim së pari për hormonat. Gjithë e dim tash që kemi hormonet kur jemi të uritur që lirohen edhe hormonet kur jemi të ngopur. Pra në këto momente kur nuk kemi një gjumë të mirë, kemi një disbalancim të këtyre hormoneve. Tash ndoshta do hym pak të shkenca, po ja u bujmë pak më atletë dhe shikuesve me kuptu. Që ta kuptojnë ata ndoshta me gjuhën e publikut. Hormonin grelin edhe hormonin e leptinës. Grelina është që na tregon pra kur jemi të uritur. Edhe tek ata persona me mbi peshë e ka një disbalancim të këtyre, sidomos pra që nuk e bëjnë gjumin mirë. Ai cikli që shkon me leptinën edhe grelinën kur ato lirohen, në momentin që na nuk e kemi një gjumë të mirë, atëherë kena me pas grelinën më të rritur. Pra grelina ishte ajo që na tregon që na jemi më të uritur. Pra në këto momente ai person ka me dashur më shumë ushqim me konsumu gjatë ditës, ku në bazë të disa studimeve që janë bërë deri tani, këta persona që nuk e bëjnë gjumin mirë ose nuk e kanë një gjumë të rehatshëm, shtojnë më shumë rreth 300 kalori gjatë ditës. E këto 300 kalori dihet që nuk janë të shëndetshme, po janë kalorit ose ushqimet e pashëndetshme. Edhe hormoni leptina pra që na bën të ngopur. E këto momente pra dëmtohet kjo leptina që na bën të ngopur, kur dëmtohet kjo rritet edhe pjesa e grelinës pra që na bën ose që na tregon se jemi të uritur. Përveç kësaj kemi edhe hormone tjera që është kortizoli, që lirohet pra prej gjendrave mbiveshkore, po besoj që krejt e kemi bu analiza dhe besoj që e dim për kortizolin që kur shkojnë tek laboratorët tregojnë që duhet më bu në ora 8 ose në ora 9, pra se lirohet një sasi më e madhe e kortizolit. Pra, një person që nuk e ka një gjumë të rehatshëm, nuk ka bujë gjumin mirë, atëherë janë ato ciklet që themi hynë në fazën REM, kur e ka gjumin më të mirë. Tash te këta persona zakonisht që binë mas orës 3, është fiks koha kur lirohet më shumë kjo hormoni i gjumit, që ata me pas një gjumë më të mirë, po fillon edhe njëjtën kohë mu liru edhe kjo kortizoli gjatë ditës. Kortizoli pra na bën më të koncentruar, kemi një përqendrim gjatë ditës, ku në ora 9 domethënë e ka pikun ku e kemi më të rritën. Tash në momentin që na nuk e kemi bu një gjumë të mirë, jemi zgjuar natën, tash është liru kjo kortizoli edhe prej stresit. Se normalisht nëse nuk flem gjumë mirë edhe nuk e kemi gjumin e rehatshëm, kemi me pas edhe stres, sidomos që jemi puna, qysh mu zgju herët, qysh me fillu ditën, edhe do me thonë ka me shku një mos balancimi hormoneve. Mandej të e përmend që nëse fillojnë ditën, kanë me pas një problem për zgjedhje të ushqimeve, nuk kanë me pas atë kohën, krejt besoj e kemi provu që jemi zgju pak me vonesë, ose kemi pas gjumin ma të kestim, jemi zgju 2-3 herë natën, edhe kur kemi fillu gjatë ditës, ndoshta e kemi anashkalu fitnesin se kemi qenë ma të lodhër, ose kemi anashkalu një vakt drekës shëndetshme për një drekë cilën e kemi marrë të gatshme dhe ajo ka qenë e pa shëndetshme. E këtu mandej krejt e dim që ndikojnë edhe në obezitet edhe mbi peshë. Por Dafina, a ka një kohë të saktuar ndoshta se sa orë para gjumit duhet të ndalojmë se ushqyeri ose me ushqime, do të thonë të mos ham me asgjë? Unë zakonisht dallojmë shallë të një person që don me humbë peshë edhe një person që don me shtu peshë, po edhe pjesa personave që dëshirojnë me qëndrojnë, themi, më zgjuar gjatë natës deri në ora 1 ose deri në ora 2,
po ajo që preferojmë si nutricionist më shumë është mbas orës 7, pra mos me konsumu ushqim, edhe ai vaktin që konsumojmë për shembull dorë ka me qenë diçka sa më e lehtë. Jo me kalu për shembull arrore ose diçka që kanë më shumë yndyrë, po i përmend ditë shëndetshmet, edhe pse s'po besoj që dikush arroret i dëshiron gjatë natës, kalojnë fast food ose diçka që atyre ju pëlqen më shumë, e cila mandej dikon edhe gjumin mos me bo mirë, se gjithë dim që e tretja nuk ka me qenë e mirë, mandej kur na prishet gjumi, pra po kalojmë të një ditë që kemi me kalu në fast food, se nëse kjo kishte me qenë veç një ditë, atër është e pranueshme, po nëse prapë vazhdojmë edhe na bëhet si rutinë mu zgju natën, ose ka persona që zgjohen natën, edhe gjithçysh e fillojmë një ëmbëlsirë ose diçka, edhe thonë mandej nuk mëj me vazhdu gjumin pa konsumu një ëmbëlsirë. Domethënë kjo është veç një vesë që është kriju te ata, se nuk është ndonjë problem diçka shëndetësor. Veç në rastet kur kanë hipoglikemi ose diçka që ata munden me vrejt ose kanë pas me analiza, atëherë kjo është normale. Po në rastet kur e prishin gjumin themi ose është bëj rutina për me marrë një ëmbëlsirë, ajo është diçka që është kriju veç se një vesë ta. Me qemi edhe në prag të muajit të Ramazanit, për gjithë ata që agjerojnë, ndoshta edhe po na ndjekin, a ke ndonjë këshill se çfarë të hanë dhe çfarë mos të hanë në vaktin e syfyrit, për shembull, që zgjohen, ndërpresin gjumin, zgjohen, hajnë dhe pastaj vazhdojnë me gjumin, cilat mund të jenë disa nga ushqimet që ndoshta ndikojnë keq pastaj në metabolizëm nëse i ham në atë vakt? Zakonisht e praktikoj këtë pjesën që kur kam fillu me dieta, të regoj që këtë pjesën e drekës me marrë në iftar, pra se dhe iftarin gjithsesi që e fillojnë ose bojnë diçka pak matrone edhe shumë kalorike, edhe në dieta tona për shembull është një sallat, një supë edhe pjesa e proteinave, që nëse këta i konsumojnë nuk i mundojnë. Po nëse kalojmë te pjesa e syfyrit, zakonisht ju them për mëngjesin. Për shembull edhe tërshara, për shembull një oatmeal me bo me fruta, tërshan, edhe nëse marrin edhe arroret për mi mbajt ata ma të ngopër, për shembull kishte me qenë ideale. Çado që ata konsumojnë mëngjes, mundet me konsumu në syfyr. Nuk është diçka që duhet patjetër me bo një syfyr shumë të ngarkum, që ata me mbajt gjatë krejt ditës, se edhe nëse konsumojnë ato proteina, gjithsesi që kanë me kalu, ose protein, karbohidrate, kanë me kalu te iftarit, themi, edhe kanë me qenë të ngopër deri në atë pjesë. Pra po them, nëse i kanë të dëmtuara këto hormonet, grelinën edhe leptinën, kanë me pas problem gjithsesi që iftarin edhe syfyrin. Për me pas më atlet këta, mundemi me cek që për shembull para Ramazanit, me fillu pak me mësu metabolizmin e tyre që me konsumu në atë pjesën në ora 7 për shembull, edhe me bu si një fasting ose si një agjerem në gjatë pak para Ramazanit, që mos me kalu direkt në iftar edhe syfyr. E qartë. Po, a ka një pije që ju si nutricionist e preferoni ose rekomandoni para se të flemë, diçka që është më shëndetshme dhe ndikon mirë në gjumë pastaj? Zakonisht e rekomandojmë çajin kamomel, edhe tek ata persona për shembull që nuk e dojnë pa sheqer, mundemi me shtu pak mjalë, edhe dihet që çaji kamomel ka efekte sedative, pra qetësues, edhe po besoj që ka më ndihmu atyre me u qetësu gjatë natës. Po gjithsesi që do të më bëj gjumin për me pas një gjumë të rehatshëm, do të me pas një dietë të shëndetshme dhe gjatë ditës, normalisht që është edhe shtrati se nashta një astak nëse e kemi jo komod, atër kemi me pas një gjumë jo të rehatshëm, mande edhe këto pijet gjatë natës vonë, aktiviteti fizik gjithsesi që luan rol, edhe jo shumë stres gjatë ditës, edhe nëse e kemi akumulu edhe shumë këtë stresin, kemi rritë shumë kortizolin, normalisht që çaja kortizoli thash na mban gjatë ditës, po nëse na kemi kriju prap stres, atër kome na ndiku edhe gjatë natës për mos me pas gjumin e rehatshëm. A ka ushqime Dafina cilat ndikojnë pastaj në zvoglimin ose në uljen e stresit nëse kemi pasur një ditë të stresuar dhe ju rekomandoni një darkë të caktuar, ndoshta për pikërisht ata që kanë pasur një ditë të ngarkuar shumë me punë, me stres dhe gjithçka tjetër. Çka preferoni të hahet në këtë rast? Zakonisht tek ta persona çka bujnë gabim tash po them fillimisht, është se kur kanë stres i marrin këto ëmbëlsirat, se mendojnë që ai stresi që është akumulu, po është dikun 80% i njerëzve që bojnë këtë gabim. Mendojnë që ai stresi që është akumulu te këta mundet me kalu veç me një ëmbëlsirë. Kjo nuk është e vërtetë, se nuk është ajo ëmbëlsira që ka me pas atë efektin qetësues të themi. E përmenda çajin kamomel, që është si një lloj sedative, mandej gjithsesi që me shku te frutat edhe perimet, mi marr ato vitaminat edhe mineralet, me marr proteina që me na mbajt ma të ngopur, sidomos këtë pjesën tash të syfyrit, pra
apo lidhna që iftar syfër me pas të pasur me proteina për shkak se tretjen e kanë më të ngadalshme edhe na mbajnë më të ngopur. Nuk është ndaj ushqim themi magjik që në momentin që na e konsumojmë, nëse kemi pas stres, ko me na kalu me njëherë, e kanë edhe pjesën e kafës, edhe pse kafja mundet me ndiku pak se e rrit pak atë koncentrimin, e rrit përqendrimin edhe mendojnë që është ka kalu krejt stresi, po është pjesa psiqike nështë ta që vetë mundesh me ndimu vetës për me kalu këtë stresi. Sigurisht. Por jo shumë stres, se si që përmenda, kur rritet kortizoli ma ndej paracesin probleme tjera, rritet edhe ullet ndjeshmëria e inzulinës, rritet rezistenca në inzulin, që ma ndej nuk kemi pas edhe tretjen e karbohidrateve si duhet, ma ndej mbi pesha, obeziteti e krejt këto. Dhe më dhënë sa ma pak stres. Ndërkohë, vetëm një pyetje për fund, kemi një pyetje që na dërgojnë shikuesit në numrin tonë Viber, se sa janë turshit të shëndetshme, ndoshta të mira për shëndetin, ose a ndikojnë këto diçka keq në gjumë, ose do të thënë këto për turshit, po flasim pak a shumë. Nuk e di. Turshit kanë efekte shumë të mira tek metabolizmi, për shkak se janë të pasura me probiotik. Okej. Edhe këtë pjesa e probiotikëve neve na ndihmon në tretje. Tash nuk është Interesante mirë kjo. ndoshta me i konsumu gjatë darkës, po pjesën e drekës pse jo me ndihmu pak atë tretjen, që nëse kemi marrë një drekë shumë të ngarkume, me marrë edhe pak turshi që me na ndiku në tretje. Okej. Po tash me dal krejt temën tjetër që me pas kujdes persona që kanë hipertension për shkak të nivelit të lartë të kripës që e përmbajnë, pra jo gjatë natës, po gjatë ditës është mirë me konsumu 1 deri 2 herë gjatë ditës. Pra mbetet pjesa e mëngjesit edhe pjesa e drekës. Dafina, unë e di se ti e ke një ditë po ashtu të ngarkuar me punë, duke qenë se përgatit edhe dietat për klientët e tu. Të falenderoj që gjete kohën dhe ishe në emisionin tonë dhe ndave gjitha këto informacione shumë të dobishme për shikuesit tanë. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi.